Sot është bërhapja, është një pasër shumë e rëndësishme për komunitetin shqiptar në Ancona. Si e shikoni ju këtë hapjen me perspektivë të gjatë? E para kënaqësie e madhe që më së fundi përpjekja u realizua, dëshira e shoqatës, po patjetër edhe bashkisë tonë ishte që kjo shkollë të hapej. E kjo është një ditë e shënuar për gjithë komunitetin tonë që jeton në Ancona. Prania e tyre është një kënaqësi e imja. Në shikoj dëshirën e tyre që kjo shkollë të funksionoj. Tashmë ngjelet perspektiva e kësaj shkolle në dëshirën e prindërve patjetër, por edhe në kujdesin e shoqatës dhe të mësuesve pranverës që ta zgjerojmë edhe më gjarë. Mendoj që kjo klasë që kemi aty është pak e vogël, kështu që shumë shpejt ne duhet kërkojmë për një ambient tjetër edhe më të mirë. Mendoj që bashkëpunimi që kemi me komunën e Anconës është shkëlqyer. Është kënaqësi e madhe që ata na mbështetën pa kufi në këtë nismë tonë dhe mendoj që bashkë me ta do të bëjmë gjëra shumë të mira. Ky komunitet e meriton, një komunitet shumë punëtor, njerëzit më të mirë na keni marrë, na keni sjellë këtu dhe neve duam që jo vetëm ata, por edhe fëmijët e tyre, niponjtë e tyre të mos e harrojnë këtë gjuhë të bukur. Faleminderit. Il sindaco appunto dice di essere orgoglioso dell'apertura che c'è stata oggi qui e appunto per lui è un punto d'inizio, infatti diceva che è un punto d'inizio, infatti anche l'aula secondo lui era un po' piccola, ma arriveremo ad avere secondo lui un'aula più grande anche per via degli ottimi rapporti che il sindaco e l'amministrazione di Diviaca ha con quelli di Ancona, e ci si augura appunto che sia un punto d'inizio e di sicuro non un punto d'arrivo. Qual è la sua prima impressione? Qual è stata la sua impressione, quello che oggi è avvenuto? Come lo vede? Cosa ci può dire? Grazie. Oggi, allora, intanto il Comune di Ancona con l'assessorato alle politiche educative ha subito accolto la richiesta del presidente Pali Geco per l'apertura di questa scuola di lingua albanese, ma anche di dopo scuola per i bambini che hanno necessità di lezioni supplettive, magari il pomeriggio, di un aiuto per i compiti. Questo è molto importante per la nostra città, quindi abbiamo concesso il patrocinio a questo evento e abbiamo fornito un po' di materiale incomodato d'uso per appunto i banchi, le sedie, la cattedra, tutto ciò che poteva essere utile per aprire quest'aula. È importante perché intanto è un bel punto d'incontro questo per tutti gli iscritti all'associazione, che per la gran parte sono cittadini albanesi, quindi è un ottimo punto d'incontro. È un modo per portare avanti non soltanto la cultura e la lingua albanese, ma anche per aiutare le famiglie che hanno necessità di un sostegno per i compiti per i loro alunni, quindi ringrazio veramente di cuore tutti coloro che si sono messi e si metteranno a disposizione per portare avanti questo progetto, che ritengo sia molto importante per la nostra città. Da un lato appunto per l'aiuto nell'italiano nei compiti, dall'altro per mandare avanti le tradizioni anche del popolo albanese, che sappiamo avere un buonissimo, un ottimo legame con l'Italia. Falenderoj nga zemra kryetarin e komunës Divjakës që na kanë mbështetur deri në pikën e fundit. Falenderoj edhe komunën e Anconës që edhe ajo ka qenë në një krah tjetër. Megjithatë, tani falenderoj edhe shoqatën time e drejtuar nga Josef Aradi, Rosetta Groballi e të tjerë. L'associazione è stata fondata nel 2011 da un gruppo di studenti universitari che frequentavano l'Università di Macerata per l'appunto, e era, diciamo, è partita come iniziativa per creare un ponte tra le culture del luogo dove noi studiavamo e il nostro paese d'origine. Abbiamo creato nel corso degli anni diversi eventi culturali proprio per far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni. Da ultimo, o meglio, da qualche anno abbiamo aperto questa scuola di lingua albanese per i ragazzi delle seconde generazioni, dove appunto insegniamo ai nostri figli, perché ora anche noi, diciamo, siamo parte di questo territorio e i nostri figli sono nati qui, insegniamo ai nostri figli le nostre origini, la nostra cultura, la nostra lingua soprattutto, perché riteniamo che un popolo che conserva le proprie tradizioni è un popolo che ha, diciamo, delle radici, quindi cerchiamo di coltivare proprio questi valori.
Oggi sono accompagnato qui con il vicepresidente dell'associazione, il signor Essad Giovesci, con il segretario dell'associazione, il signor Piero Agai, uno dei professori della nostra scuola che è il signor Giog Bici, e ci siamo portati dietro, diciamo, proprio per dare concretezza a quello che noi facciamo. Uno dei ragazzi, dei primi ragazzi della nostra scuola, qui presente Alessio Lulai, il quale, diciamo, ha partecipato volentieri a questo evento, e per l'appunto lui è testimonianza di come la scuola di lingua albanese riesce a realizzare dei prodotti proficui, tant'è che questo ragazzo oggi partecipa a un talent show in Albania, Yjet e Diasporas, dove sta dando concretezza a quello che è il nostro progetto, insomma, di imparare la lingua albanese. Atëherë, jemi këtu me vicepresidentin Essad Gjoveshi. Edhe doja t'ju pyesja cilat kanë qenë vështirësitë dhe cilat janë projektet për të ardhmen. Mundësia është që shkolla shqipe të vazhdojë gjithë Italinë, sepse gjuha shqipe ka të bëjë shumë, dhe është gjuha e nënës dhe s'do të harruar. Dhe unë si vicepresident komunita Macerata, ju bëj thirrje gjithë prindëve që shkollën të jenë të hapura në gjithë Italinë. Sorin? Gjok Bici. Edhe doja t'ju pyesja, sot jeni këtu, ju jeni një profesor që me ka, doja t'ju pyesja cilat janë emocionet e juaja sot. Unë jam mësues i vjetër, përpiqem të mësoj fëmijëve të emigrantëve të flasin gjuhën tonë të bukur. Jam këtu sot për këtë motiv, dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që edhe këtu hapet shkolla për me mësu fëmijët shqip, që është një mrekulli. Të flasin shqip është e domosdoshme, është e dobishme, është njerëzore, veçanërisht për fëmijët që kanë lindur këtu dhe po rriten pa mbështetjen e gjuhës nën. Është shumë e rëndësishme që veçanërisht nënat të jenë shumë afër fëmijëve dhe në shtëpi të flasin gjithnjë gjuhën shqip. Suksese, suksese, suksese. Shkollës, mësuesve, shoqatës, të gjithë ata që kontribuojnë në mësimin e gjuhës shqipe. Il signore qui è un professore di lunga data e appunto è molto felice di aver partecipato qui oggi all'evento dell'apertura della scuola di albanese, perché ci ricorda che appunto l'albanese è una lingua molto importante, che dovremo preservarla e dovremo anche parlare in famiglia appunto in albanese, quindi passare la nostra lingua, le nostre radici, la nostra cultura ai nostri figli, per non dimenticare questa lingua che appunto lui ci ricorda essere una bellissima lingua. Siamo qui con Alessio Lulai, che appunto è uno studente nato in Italia, cresciuto in Italia, dove ha frequentato appunto tutto il ciclo di istruzione e appunto adesso si presenterà e poi ci farà sentire una poesia molto famosa. Io sono Alessio Lulai e ho cominciato la scuola albanese nel 2016. Ho deciso di frequentare questa scuola proprio per diciamo curiosità mia, perché comunque essendo nato in Italia con due genitori albanesi, sangue albanese, ho sempre pensato della curiosità di sapere le tradizioni, di sapere la lingua. Comunque anche se non lo parlavo, perché adesso lo parlo bene, era comunque sangue del mio sangue, quindi era comunque giusto informarsi e vedere un po' come le tradizioni e la cultura albanese. Infatti se oggi come oggi riesco a parlare in modo fluido la lingua albanese anche grazie all'associazione Iliria di Macerata, oggi sono venuto qua con una poesia per comunque rappresentare ciò che loro mi hanno insegnato nel tempo. Aratisur sur gjenosur, raskapitur dhe katosur, po vajton pa fund për shpres, anë selbes, anë spres, ku e lame, ku na mbeti, vaj vatani mirë mileti, anë zdeti ti palar, anë dritës i papar, pra në sofër
se për ngrën, për në dije si për nëzën, la kur ish dhe i drëgosur trupe shpirti sa katosur. Po një zëve ngon galumi me bugjet, me zgjon nga gjumi se mileti po gatitet, se tirani le betitet, se pëlcet, kërcet fortuna, fryet djosa, derdhet buna, skuqet se mani dhe drini, dredhet beo dhe singjini se pas dekjes, ndriti jeta dhe ku do gjëmon trumbeta, ngreuni dhe bjereni, koreni dhe shtypini, ka tundare punëtor, që nga Shkodra, gjërë në Vlorë. Bravissimo, complimenti, bravo, bravo. Josif Kruti, drejtori zyrës arsimore parauniversitare në Bashkinë e Divjakës. Kam ardhur në bashkëpunim me kryetarin e bashkisë për të finalizuar sot çeljen e kësaj dallandysheje të parë për të mbajtur gjallë dhe për të mësuar më tej gjuhën shqipe. Është kënaqësi që ne këtu gjejmë një komunitet të angazhuar, një komunitet shqiptarësh shumë të përgjegjshëm, të cilët shprehen maksimalisht dëshirën me niprit apo fëmijët e tyre të vegjël, kaq sa vumëre sot nga mosha 3-4 vjeç deri në 10 apo 12 vjeç, të cilët kanë dëshirë që ta ruajnë gjallë gjuhën shqipe. Siamo molto contenti di essere appunto qui in questa giornata, qui oggi, per preservare appunto quelle che sono le nostre radici, per far imparare e conoscere ai ragazzi e agli alunni la lingua albanese, che appunto è molto importante e che è giusto che loro se la ricordino e che la studino. Për të ardhur në këtë ditë, ishte një përpjekje prej gati 6 muajsh, ku së bashku me kryetarin e bashkisë, të cilin e kishte mjaft merak që në qendrat ku janë shqiptarë aq më shumë në Ankona, ku kemi një komunitet të gjerë nga Divjaka, thuajse të tërë fiset e Divjakës kanë këtu përfaqësuesit e tyre që të çelej kjo shkollë dhe patjetër do ketë mikqyrjen, ndihmën dhe vazhdimsinë e eciurisë përpara. Kemi angazhuar mësuese e pranvera sotën, të cilën kam kënaqësinë që kam pasur edhe nxënësen time në vitet 94-96 në Divjak. Është një vajzë shumë e shkolluar, e njeh mirë profesionin, ka pasionin për mësuesin dhe besoj këtu ajo do vazhdoj patjetër në fundjavë së bashku duke programuar kohën me prindrit, me fëmijët dhe me njerëzit e tjerë që kërkojnë që fëmijët të ecin patjetër në këtë dallandyshe për gjuhën shqipe. Tjetër do mund të thoja, pasioni im i mësuesisë do bëj që ta mbikëqyrim dhe të jemi pranverës duke pasuruar këtë klasë edhe me libra artistik, edhe me libra me rrëfenja të ndryshme të gjuhës shqipe, me pralla, sepse prej andej fëmijët do të dinë që të mbajnë mend atë që mësojnë. Është diçka shumë e mirë, shumë e bukur që ja arrim kësaj dite dhe patjetër mbështetja do vijoj në vazhdimsi edhe me shoqatën Akuila, ku në ndërtimin e zotit Pali Gjeko ishte mbështetësi kryesor, bëri dhe atë lidhjen apo ndërhyrjen së bashku me komunën e Ankonas dhe ne në vijimsi Bashkia e Divjakës me komunën e Ankonas do interesohen për ecurinë e kësaj qendre. Per arrivare a questo punto ci ricorda che c'è stato un periodo di 6 mesi in cui appunto anche il sindaco della città di Divjaka ha aiutato questo processo ed è molto importante il risultato, vedere i risultati, quelli che si hanno ottenuti appunto e ci ricorda ancora nuovamente l'importanza della lingua albanese e ringrazia tantissimo alla professoressa Pranvera Sota che appunto dedicherà molto del suo tempo per insegnare e trasmettere agli alunni la conoscenza della lingua albanese tramite, anche ci ricordava, tramite le fiabe, tramite racconti da imparare a memoria, quindi per imparare la lingua. E ringrazia inoltre anche, oltre a tutti i rappresentanti della comunità albanese, anche il presidente dell'associazione L'Aquila, Pali Gjeko. Kjo ditë e rëndësishme për ju falenderoj gjithëve për mbështetjen, drejtori dhe profesori që në fëmijëri me një fjalë përmendi që kemi 6 muaj që kemi insistuar dhe jemi përpjekur për të mbështetur hapjen e shkollës shqipe, por ne më herët unë që në 2019 nuk kam kërkuar se si rrugët e dyert për të gjetur rrugën e duhur se si mund unë të ushtroja profesionin tim të mësimdhënies, sepse atë aq shumë e doja dhe e dua. Atëherë më në fund me përkushtim, me takimet shumëta, me njohje, me mësuesët në të gjithë qytetet e Italisë që kanë hapur me pasionin e tyre shkollat shqipe, arritëm me mbështetjen e zotit Pali Gjeka, i cili është dhe presidenti i shoqatës Aquila. Do thoja që këtu që t'i bëj një thirrje prindërve, të fëmijëve, gjyshërve, të cilët e gjejnë mundësinë që në fundjavë të organizojnë fëmijët e tyre, t'i regjistrojnë te kjo qendër shkolle dhe t'i ndjekin hapasapin me mundësitë që
kanë fundjavë, pasi do i bëhet shumë mirë edhe një për dhembesave të tyre, po edhe ruajtjes dhe pasurimit të mëtejshëm të gjuhës shqipe. Këtu do gjen patjetër një ngrohtësi, do gjen një rregull, do gjen një normë të gjuhës shqipe dhe besoj ne do ta vazhdojmë ta pasurojmë edhe me didaktika të tjera dhe ata të ndihen më fort se kur që janë edhe shqiptar, përveç se janë evropian këtu në zemër të Italisë. Vi auguro succese. Quanto detto appunto dall'assessore è che è importante secondo lui che le famiglie albanesi che hanno i figli portino appunto qui nella scuola i loro figli, perché appunto saranno accolti con grande piacere dalla professoressa e dai collaboratori che li accoglieranno e gli insegneranno appunto la lingua albanese. La professoressa qui, Pranvera Sota, è molto contenta dell'apertura della scuola della lingua albanese, non vede l'ora di iniziare a impartire le lezioni non solo agli studenti albanesi ma anche agli studenti italiani che magari ci sono nelle famiglie miste dove c'è un partner albanese e l'altro no, e quindi di insegnare l'albanese, la lingua anche a loro, perché appunto, come l'abbiamo sempre ricordato oggi, è molto importante. Ringrazia quindi nuovamente anche i due comuni di Divjak e di Ancona che hanno contribuito al realizzarsi di questo obiettivo e ovviamente siamo qui pronti a iniziare questo nuovo percorso. Përshëndetje të gjithëve, jam Elvin Çakuri, presidenti i shoqatës Sideria Macerata. Falenderoj për ftesën shoqatën Akula nga Ancona dhe në veçanti zotin Pali, që është nisëtari i kësaj organizimi sot këtu. Jam vërtet i gëzuar që jam i pranishëm në këtë eveniment, sepse prezenca juaj tregon që komuniteti shqiptar ka interes për të përcjellur vlerat tona te fëmijët tanë, te brezat e rinj. Kështu që ky aktivitet është një aktivitet shumë domethënës. Uroj që kjo nisëm, kjo shkollë të eci përpara dhe të ketë sa më shumë pjesëmarrje. Është edhe një herë përsërisë e rëndësishme, sepse pjesëmarrja në shkollë do me thënë mësimin e gjuhës shqipe, mësimin e vlerave dhe identitetit tonë kombëtar. Ne duhet ta ruajmë këtë sepse pa këto vlera jemi si një pemë pa rrënjë, dhe pema pa rrënjë fare mbet. Ndaj uroj që kjo shkollë të eci përpara të shumë sukses, shumë pjesëmarrje dhe uroj që të jeni të gjithë të pranishëm edhe në aktivitetet e tjera që kjo shkollë dhe kjo shoqatë organizoj. Ju uroj suksese dhe falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen këtu. Faleminderit. Faleminderit për pranimin tuaj këtu, është kënaqësi e jashtëzakonshme ime. Ndër për gjithë ne mendoj që jemi sot bashkë, festojmë të ngjarje jo të vockë. Një ngjarje për ne, për komunitetin tonë e madhe, them hapja e shkollës shqipe këtu. Ishte një dëshirë e madhe e shoqatës Akvila, e Palit në veçanti, e mësueses Pranvera, por edhe ime personale. Ju dini që edhe unë vi nga kjo pjesë juaja e migracion kam qenë. Vëllari ku kam qenë, nuk kam qenë mësuese vetes time i fëmijëve, po atje kam pasur fëmijë shqiptar të Kosovës. Kam pasur 36 nxënës. Jam përkushtuar masimisht që atje ta mësonin edhe atë të gjuhë kaq bukur. Kjo ngjelet ditë e bukur e shkollës tonë, e gjuhës tonë. Dhe unë do më lejoni të them dy fjalë të rëndësishme sipas mendimit tim për shkollën, për këtë gjuhë kaq bukur. Vjen nga shumë thellë, vjen nga shumë larg, ka shumë teorira. Po për ne shqiptarët që quhemi që e flasim këtë gjuhë, duhet ta dini sepse unë për veten time besoj me një grup tjetër njerëzish që është gjuha e Zotit. Është gjuha e vetme në botë që
mbart nga shekujt e kaluar, nga shumë shekuj mbrapsht, fjalë të veçanta, të ardhura deri më sot. Po të ndale që ka i thellë flasë me shekuj para Krishtit, që nga gjuha sunite, sot ata shkencëtarë gjejnë ngjashmëri me gjuhën tonë. Por le të dalim në këto ditët sot. Është gjuhë një nga shkencëtarët më të mëdhenj, dhe mund filozofët më të mëdhenj të kombit tonë, përsëri gjithmonë flas të referohen vetvetes, është Petr Rozej. Pra ata pak keni ndjerë, se për njerëzit e mëdhenj ndonjëherë pak dëgjohen. Por Petr Rozej me teorinë e tij në lidhje me gjuhën shqipe, deri më sot asnjë gjuhëtar i botës nuk ka mundur dot jo të ta kundërshtojë, por nuk ka marrë guximin që të debatojë me ta. Lindja e njerëzimit dhe shpikja ose artja dhe tek të folurit, tek gjuha, është një rrugë e gjatë, por kjo gjuhë që ne flasim është gjuha një rrokse, quhet tashkenstar të ri. Dhe tashkenstarët mbeten te ky grupi i Petr Rozej. Ne fillojmë, nga vetja jonë fillojmë, ne themi flok, kokë, syt, betur, pesh, buz, krah, e tjerë. Pra e gjithë trupi jonë është fjalë një rrokse. Është gjuha më e shkurtër, pra shkojmë deri asaj që sa më shkurt dhe sa më thjesht ta tregojmë atë që duam. E kjo gjuhë është e veçantë. Tranzicionin e gjithë na bëri të tillë. Na dukeshin gjuhët e botës sigurisht më të bukura. Na duke për shembull, unë kam marrë për anglisht, e dini. Duke sigur gjuha angleze ishte në një gjuhë e rrallë. Mirë po brenda gjuhës angleze, unë gjej shumë fjalë tona. Për shembull, anglezët tonë, dhe tu duhet dhe ju të dini, it's getting dark. Edhe themun dark, çfarë lidhje ka kjo në gjuhën angleze? Dakor? Por a ka gjë darka me gjuhën shqipe? Edhe neve kur e ham darkën, për shembull, se ne themi do ham darkë. Kur e ham në darkën, për shembull? Pra, pos patirën errësira, ne nuk e ham do darkën. Pos patirën muzgu. Pra, është një gjuhë që i ka dhënë gjithë botës shumë fjalë. Po edhe ky kombi që jeni ju këtu, gjuha italiane, mos të kalojmë për, nuk duhet të kalojmë ta mbikalojmë atë veten tonë, por edhe këtu ne gjejmë veten, gjuha jonë e gjen veten shumë mirë. Po të shtrihet atje, një fjalë e rëndomt, shumë e rëndësishme e gjuhës italiane është signore. Dhe merreni etimologojeni gjuhën italiane dhe nuk e gjeni dot, ta zbërtheni dot këtë fjalë. Pra, ju që jeni shkolluar në Itali, merreni, shikojeni dhe nuk do ta zbuloni dot, nuk do ta gjeni, nuk do ta zbërtheni dot. Por vendoseni në gjuhën shqipe, ndajeni atë në rrokje dhe do ta coptoni lehtë. Një nga fjalët më të rralla që gjuha shqipe ka është fjala zotëri. Asnjë gjuhë e botës nuk e ka. Këtë fjalë nuk e ka asnjë gjuhë e botës. Pra të parët tanë mendonin që Zoti mund të zbrisë në tokë njerëzor. Jemi një nga kombet që kur trokisnin të dera ma herët, thosh bukë e kryp e zemër. Dhe kjo fjalë ishte i vetmi komb që mendonte që Zoti mund zbriste në tokë edhe njerëzor. Të gjithë të tjerët përqarkas e shpalostin në forma të ndryshme. Pra dhe fjala zotëri, do të thotë, një njeri që unë nuk të njoh, dhe çisa bukur i drejtohet kjo gjuha jonë. Pra një të panjohuri, ne i themi e ngrem lart, dhe duke menduar që ndoshta ai mund të jetë dhe i dërguar i Zotit. Gjuhët përqarkas na kanë kopjuar të shprehjet tona. Edhe gjuha italiane. Signore, disa shkencëtar të gjuhës tonë e ndajnë s'të njoh. I don't know you, pra i panjohur. Po edhe në anglisht, një nga fjalë që është hierarki e lartë është mister. Edhe në gjuhën angleze, falë që tash në gjuhën angleze tash, ndoshta bërë një lapsus, por në gjuhën angleze është mister. Dhe mister, gjuha angleze nuk e shpjegon dot ç'o më thënë. Fjala bazë, kuptimi bazë i fjalës mister është terr. Ç'o më thënë terr në gjuhën shqipe? E dini apo jo? Është errësirë. Përsëri. Jo, i thash 2-3 gjëra, se duhet ndjeheni mirë, duhet ndjeheni shumë fort që flisni një gjuhë të rrallë dhe duhet ta trashëgoni atë. Kështu që bashkë me nisjen e kësaj shkolle, le t'i shtyjmë përpara që fëmijët tanë ta mësojnë, sepse gjuha shqipe
ka dhe një gjë tjetër. Ja u kam thënë herën tjetër kur ishim në takim. Si ka mundësi që shqiptarët mësojmë lehtë çdo gjuhë tjetër? Pra, gjuhën italiane, gjuhën angleze, gjuhën greke, gjuhën gjermane, gjuhën japoneze, gjuhën kineze. Dhe po t'i marrim ta kombe, t'i stresim në Shqipëri, letrin ata dhe 20 vjet, ata do ta llojnë me gisht, që është italian, gjerman, grek e tjera. Kjo është një përparësi që jep kjo gjuhë që flas. Ju faleminderit. Pra, le ta gëzojmë dhe gëzimin me një dorëkitje hapjen e kësaj shkolle. Dhe të gjithë bashk të mundohemi ta mbështesim shoqatën dhe zushën pranvera që fëmijët tanë t'i bëjmë atje pjesë. Ta gjejmë atë kohën e duhur që atë ditë të traktojmë ditën e shtunë atje në shoqatë. Ditën e shtunë. Atë ditën e shtunë të gjejmë atë orë t'i bjem fëmijët atje në ato 2 orë mësimi. Kështu që ju faleminderit për këtë. Unë kisha edhe 2-3 gjëra tjera për të thënë, pra përveç mësimit, por ndoshta do të ndalem pak më vonë. Është pranvera ke për të thënë diçka? Po, do të thoja faleminderit shumë për mbështetjen. Gjithë prindërve të fëmijëve që më sjellin fëmijët, por dhe atyre që bëjnë propagandë për bindjen, për sjelljen, të mësojnë gjuhën tonë anëtare shqipe, sepse gjuha të di mirë rënjët se nga ne vijnë traditat, historinë, vlerat që i kemi mjaft të bukura. Edhe mos të harrojmë, ta shkruajmë dhe lexojmë gjuhën tonë të bukur shqipe, se jo të shkruajmë një letër gjysheve, sepse duam që të komunikojmë sa më ëmbël me gjuhën tonë shqipe. Unë kam edhe disa gjëra tjera, po them të hapim me një valle tonën, me një progonistët e pastaj më vonë, do njëherë do ndërhyj për të disa gjëra tjera, apo jo? Mirë, hajde pra me një valle. Ju ftojmë valle.
Wow.
kur me vije, tu I keze jo moj barza me zi, kur keze se mali, kur me vije, tu I keze jo moj barza me zi. Ajde shoto marshala, figuro me gra. Ajde shoto marshala, figuro me gra. Lui shoto lui, padre da pagu.
sciuppa che martua ad ascanda la parola sa costi e sa se bebe ani antiche per vedere ora di sciuppa che martua ad ascanda la parola sa costi e sa se bebe gli che per vedere One of the good